Horoskopi ditor, 23 nëntor 2025, dashi, sot ndihesh në një pozicion më të fuqishëm, si në aspektin shoqëror ashtu edhe në fushën e mendjes dhe të nxënit. Dielli dhe Plutoni janë në harmoni, duke të dhënë energji për të zbuluar gjëra të reja dhe për të kuptuar më mirë botën rreth teje. Në marrëdhëniet me miqt apo njerëzit e afërt, mund të ndjesh një lloj qartësie që të tregon se çfarë funksionon dhe çfarë duhet ndryshuar. Ndonjë marrëdhënie që nuk po të ndihmon të rritesh, mund të bëjë që ta kuptosh sot. Ndryshimi është i nevojshëm dhe ti mund të jesh plotësisht i gatshëm ta bësh atë nga rrënjët. Plutoni nuk ka durim me zgjidhje të lehta që mbulojnë problemet. Prandaj ky është momenti për të shkuar thellë, për të eksploruar dhe për të kuptuar të vërtetën e gjërave. Nëse studion, sot mund të mësosh diçka që të çon në një nivel tjetër. Nëse ke një interes personal apo pasion, mund ta zhvillosh deri në pikën që do të biesh në sy, po ashtu mund të japësh kontribut unik në grupin tënd, duke ndarë dijet dhe përvojën, dhe kjo mund të çojë drejt përparimit apo njohjes së mëtejshme. Shumë persona do të ndihen tërhequr nga mënyra jote bindëse të flasësh dhe të shpjegosh gjërat. Sot fjala jote ka fuqi dhe mund të ndikosh tek të tjerët pa e detyruar askënd, thjesht me mënyrën se si shprehesh dhe me idetë që sjell. Demi, sot energjia e diellit dhe Plutoni është në harmoni, duke të dhënë mundësi për të menduar strategjikisht dhe për të vepruar me mençuri. Një nga sekretet e kësaj dite është të dish kur të ruash diçka për vete, jo gjithçka duhet të zbulohet menjëherë. Shumë herë durimi dhe qetësia me të tjerët sjellin një lloj fuqie të fshehtë dhe autoriteti që të ndihmon pa pasur nevojë të bësh shumë. Në marrëdhëniet me të tjerët mund të ndjesh një intensitet të këndshëm, jo shqetësues, por si një rrymë energjie që të tërheq dhe të bën të ndihesh më i lidhur me njerëzit dhe aktivitetet që të rrethojnë. Ndonjë gjë që kërkon të zbulohet ose të thellohet mund të sjellë shpërblime të rëndësishme, ndonjë informacion, një ide e re ose një mundësi që më parë nuk e kishe vënë re. Sot fokusi yt është tek rritja dhe përmirësimi, si në planin personal, ashtu edhe tek mënyra se si përdor burimet dhe mundësitë që ke. Ka një atmosferë të këndshme eksitimi rreth teje, që të jep energji dhe motivim për të marrë me gjërat që të bëjnë të ndihesh mirë dhe të avancosh. Çfarëdo që bësh sot, përpiqu ta bësh me qetësi dhe përqendrim, sepse veprimet e ditës mund të kenë ndikim afatgjat. Në përgjithësi, kjo është një ditë për të vepruar me mençuri, për të shfrytëzuar burimet dhe mundësitë, dhe për të ndjerë një emocion të lehtë dhe energji pozitive që të rrethojnë dhe të shtyjnë përpara. Mos harro të dëgjosh intuitën dhe të kuptosh se disa herë fuqia më e madhe vjen nga durimi dhe qetësia. Binjakët, sot mund të ndjesh një ndjenjë më të fortë se po lëviz përpara, qoftë në një marrëdhënie, qoftë në një projekt apo plan që ke nisur. Ka një energji të veçantë që të lidh me dikë tjetër përmes një vizioni të përbashkët, një qëllimi që mund të punoni së bashku për ta arritur. Me tranzitin e diellit dhe Plutonit sot, dëshira për të përmirësuar gjërat, për të mësuar dhe për të përjetuar eksperienca të reja është më e fortë se zakonisht. Kjo është një ditë kur mund të nisësh një aventurë të veçantë ose të futesh në një përvojë të re që do të zgjojë kuriozitetin dhe pasionin. Nëse ka aspekte të jetës të cilat nuk të kanë dhënë kënaqësinë që do, mund të dalë një mundësi për t'i përmirësuar ato. Është më e lehtë se zakonisht të fokusohesh dhe të lidhesh me motivimet dhe dëshirat e tua, të kuptosh çfarë të nxit dhe çfarë të frymëzon. Sot energjia të lejon të veprosh me qetësi dhe vendosmëri, duke marrë vendime që të afrojë më shumë tek ajo që dëshiron. Mund të ndihesh më i lidhur me njerëzit dhe aktivitetet rreth teje, duke krijuar mundësi për të avancuar në marrëdhënie, projekte ose zhvillime personale. Për më tepër, është një ditë e mirë për të mësuar gjëra të reja që do të kenë ndikim afatgjat në jetën tënde. Në përgjithësi, kjo është një ditë për të shfrytëzuar energjinë për të lidhur gjërat që të rëndojnë, për të zhvilluar pasionet dhe për të ndjekur mundësi që të bëjnë të ndihesh më i plotësuar dhe i fuqishëm. Gaforja, sot ndihesh në formë të shkëlqyer për të marrë me gjërat që të pëlqejnë dhe për të dhënë më shumë se zakonisht, duke shkuar ekstra milje në çdo gjë që bën.
Me aspektin e diellit dhe Plutonit sot mund të dalin në pas sfida ose probleme që më parë I ke shmangur dhe ke guximin e vendosmërinë për t'i përballuar. Është një ditë ku mund të bësh përmirësime reale, duke vepruar me kurajo dhe duke marrë iniciativën në situata që më parë mund të duken të vështira. Në marrëdhënie mund të kuptosh më mirë si të ndash fuqinë me dikë tjetër ose të shohësh avantazhet e bashkimit të talenteve dhe burimeve me një person tjetër. Kjo mund të sjellë harmoni dhe rezultate të dobishme për të dy. Ndonjë informacion nga e kaluara, një lidhje ose një atraksion I mëparshëm mund të të ndihmojë të marrësh vendime më të mira sot dhe të përdoret për të përmirësuar situata aktuale. Gjithashtu, mund të jetë një moment I mirë për të çuar një projekt në një nivel të ri, dhe kjo është padyshim e kënaqshme dhe motivuese. Sot ka mundësi të mësosh diçka të vlefshme dhe praktike për punën që bën, për aftësitë e tua dhe për mënyrën se si mund të arrish rezultate më të mira. Në përgjithësi, kjo është një ditë për veprim të vendosur, për të shfrytëzuar energjitë në mënyrë praktike dhe për të përmirësuar marrëdhëniet dhe projektet që ke në dorë. Luani, sot, dielli dhe Plutoni janë në harmoni, dhe kjo të sjellë një shtytje të këndshme besimi në vetvete. Një person I veçantë në jetën tënde ose një projekt I rëndësishëm mund të të japë një bost pozitiv, duke të bërë të ndihesh më I fuqishëm dhe më I sigurt. Harmonia e brendshme vjen kur lidhet me nevojat më të thella të shpirtit tënd, duke të vendosur në një gjendje pozitive dhe optimiste. Takimet një për një sot mund të jenë transformuese. Nuk është vetëm çështja të vësh re problemet, por je gjithashtu I gatshëm t'i përmirësosh ato. Në marrëdhënie, shpreha e ndjenjave dhe qëndrimeve me më shumë forcë dhe vendosmëri mund të sjellë rezultate shumë të mira. Energjitë e ditës janë të favorshme edhe për të përpunuar idetë dhe metodat që përdor. Çdo gjë që kërkon përmirësim mund të marrë një formë më të mirë dhe më të fortë. Sot je më I interesuar të marrësh diçka që tashmë funksionon dhe ta çosh në një nivel të ri. Kjo mund të aplikohet edhe për marrëdhëniet, jo vetëm për projekte ose punë. Mund të ndjesh se zgjohet energjia brenda teje kur je me dikë dhe se vendosja e një perspektive të re mund të ndryshojë gjithçka. Është një ditë për të reflektuar, për të vepruar me siguri dhe për të çuar gjërat në një nivel më të lartë, qoftë në dashuri, krijimtari apo në punë. Birgjëresha, sot, dielli dhe Plutoni janë në harmoni, duke të dhënë një energji të fortë për fokus dhe vendosmëri. Je më I aftë të kuptosh se çfarë dëshiron dhe të hedhësh gjithë zemrën për të arritur atë. Ky është një moment I shkëlqyer për punën, për shëndetin dhe për përpjekjet në shtëpi. Çdo gjë që kërkon organizim, përqendrim dhe energji personale mund të shkojë përpara me sukses. Përveç kësaj, mund të përfitoj shumë nga pastrimi I ngarkesave të tepërta, qofshin emocionale apo materiale. Çlirimi I hapësirës tënde të brendshme ose I ambientit rreth teje mund të sjellë qetësi dhe fokus të shtuar. Sot ka mundësi të fitosh njohuri dhe kuptim më të thellë, që mund të përkthehet në metoda më të zgjuara pune, marrëdhënie më të mira me familjen, apo përmirësime të shëndetit dhe rutinës tënde. Marrëdhëniet me njerëzit përreth përmirësohen kur I kushton vëmendje përfitimeve të përbashkëta dhe harmonisë së marrëdhënieve. Fuqia krijuese është rritur dhe mund të lindin mundësi që lidhen ngushtë me prioritetet e tua, ambicjet dhe planet për të ardhmen. Sot mund të gjesh mënyra të këndshme dhe të dobishme për të përparuar, duke u lidhur me gjëra që kanë kuptim për ty dhe që të bëjnë të ndihesh I plotësuar. Në përgjithësi, kjo është një ditë për të vepruar me vendosmëri, për të bërë pastrime të nevojshme dhe për të lidhur ambicjet dhe energjitë e tua në mënyra që të japin rezultate konkrete dhe kënaqësi personale. Peshorja, sot energjitë janë të favorshme për të dhënë vëmendje të veçantë diçkaje që të rëndon apo të jep kënaqësi. Dielli dhe Plutoni janë në harmoni, duke të dhënë mundësinë të përqendrohesh plotësisht tek një projekt ose aktivitet që tërheq gjithë energjinë tënde. Mund të zbulohet diçka që të kap dhe të motivon dhe ti ke mundësinë të bësh përparim të dukshëm në të. Mos hezito të tregosh anën kreative tënde. Kjo është koha kur idetë e tua dhe aftësitë për t'i realizuar ato marrin vëmendje. Ky tranzit është I shkëlqyer për të investuar energji në projekte që përfitojnë nga aftësia jote për të përqendruar mendjen dhe zemrën njëkohësisht.
Sot je i fokusuar tek prioritetet e tua dhe zgjedhja e një aktiviteti që të angazhon tërësisht, si mendërisht ashtu edhe emocionalisht, sjell rezultatin më të mirë. Ky është një moment i mirë për marrëdhënie romantike, shkrim, biseda të rëndësishme, lidhje me fëmijët, projekte kreative ose hobi. Mund të lindin lidhje domethënëse dhe mund të vendosësh të marrësh përsipër një detyrë që më parë e ke shmangur, sepse tani ndihesh gati dhe plot energji për ta përballuar. Sot mund të jesh veçanërisht bindës dhe tërheqës për të tjerët dhe fuqia jote për të shprehur veten me sinqeritet dhe besim rritet ndjeshëm. Në përgjithësi, kjo është një ditë për të investuar energjinë në mënyrë të zgjuar, për të përparuar në projekte që të japin kënaqësi dhe për të forcuar marrëdhëniet dhe lidhjet e rëndësishme në jetën tënde. Është koha të veprosh me fokus, kreativitet dhe besim të plotë te vetja. Akrepi, sot tërhiqesh natyrshëm drejt investimit të energjisë dhe burimeve të tua tek gjërat që kanë vërtet rëndësi. Dielli dhe Pluto janë në harmoni, duke të dhënë mundësi të përqendrohesh tek ato çështje që kanë ndikim të gjatë në jetën tënde. Kjo është një ditë ideale për të zgjidhur probleme, për të korrigjuar gabimet e së kaluarës dhe për të marrë në dorë çështje praktike dhe emocionale që kërkojnë vëmendjen tënde. Je në gjendje të arrish thelbin e asaj që dëshiron vërtet dhe të identifikosh atë që ka vlerë për ty. Ky qartësim të bën shumë më të thjeshtë vendosjen e prioriteteve dhe zgjedhjen se ku të investosh kohën dhe energjinë. Në të njëjtën kohë mund të ndjesh një nevojë të fortë për siguri emocionale, materiale dhe personale, dhe sot ke mundësi të marrësh hapa konkret për të ndjerë më shumë stabilitet dhe rehati. Në aspektin praktik, kjo është një ditë e shkëlqyer për të përmirësuar rrethanat e tua, për të punuar në një projekt me potencial të gjatë ose për të bërë ndryshime që të bëjnë të ndihesh më i mbrojtur dhe më i fuqishëm. Sot mund të ndihesh i fokusuar dhe i vendosur, duke kombinuar intuitën me logjikën për të marrë vendime të mençura dhe për të vepruar me siguri. Në përgjithësi, kjo është një ditë për të përdorur energjinë tënde me mençuri, për të bërë përparim të qëndrueshëm dhe për të ndjerë një ndjesë stabiliteti dhe kontrolli mbi jetën tënde. Çfarëdo që bësh sot, do të ndihesh më i sigurt dhe më i përgatitur për të ardhmen. Shigjetari, sot, dielli në shenjën tënde harmonizohet me Plutonin, duke të dhënë një avantazh të veçantë dhe energji të fuqishme. Je më bindës dhe më tërheqës se zakonisht, por njëkohësisht edhe autoritar dhe i respektuar nga të tjerët. Njerëzit ndjejnë forcën dhe sigurinë tënde dhe shpesh i përmbahen këshillave dhe vendimeve të tua. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të zgjidhur probleme të mbartura ose për të bërë ndryshime që kanë ndikim të gjatë në jetën tënde. Mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të lënë pas zakone të këqija ose situata të vështira, sepse vullneti yt është i fuqishëm dhe ndihesh më i fuqizuar për të marrë kontrollin mbi jetën tënde. Përfundimi i një gjëje që ke nisur më parë të jep një ndjesë forcë dhe kontrolli, dhe kjo të bën të ndihesh më i përgatitur për të përballuar sfidat e ardhshme. Sot mund të lindë një dëshirë e zjarrt për të rinovuar, përmirësuar dhe për të ndryshuar jetën tënde për më mirë, dhe është momenti i duhur për ta bërë këtë. Nëse ka një dilemë që të ka rënduar për një kohë, ky është momenti i përshtatshëm për ta zgjidhur dhe për të hequr barën nga supet e tua. Energjia e ditës të lejon të veprosh me vendosmëri, të fokusohesh në gjërat që kanë rëndësi reale dhe të ndihesh më i kontrolluar dhe më i fuqishëm për çdo hap që hedh. Në përgjithësi, kjo është një ditë për të përdorur energjinë tënde në mënyrë strategjike, për të marrë vendime që përmirësojnë jetën dhe për të ndjerë një rigjallërim të vërtetë në aftësinë për të vepruar dhe për të përparuar. Britsjapi, sot mund të fitosh njohuri të reja dhe të vlefshme mbi çështje financiare ose biznesi, ose mund të marrësh një këndvështrim të freskët mbi një problem të vjetër që tani të fuqizon dhe të bën të ndihesh më i kontrolluar. Tranziti i diellit dhe Plutonit të jep fokus të mbredh, duke të lejuar të përparosh drejt një qëllimi ose të bësh ndryshime dhe përmirësime që do të kenë ndikim afatgjat. Kur sheh më qartë një situatë që më parë të dukej e paqartë, kjo është një ndjesë e kënaqshme dhe motivuese. Sot mund të ndihesh i gatshëm të falësh dikë ose të përjetosh një moment çlirimi që sjell shërim dhe qetësi. Ka mundësi të kesh dëshirë të ndihesh më i sigurt dhe më i mbrojtur.
ose të krijosh lidhje që të ndihmojnë të arrish këto qëllime. Për rezultatet më të mira, përpiqu të lidheni me motivimet e tua të vërteta dhe të identifikosh prioritetet materiale. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të kuptuar se si mund të fitosh më shumë duke shfrytëzuar më pak, ose si të heqësh nga jeta gjërat e panevojshme. Sot mund të ndihesh më i qartë dhe më i vendosur për të vepruar me mençuri dhe për të vendosur bazat për një të ardhme më të qëndrueshme. Në përgjithësi, kjo është një ditë për të reflektuar, për të organizuar burimet dhe energjitë e tua, dhe për të marrë vendime që të bëjnë të ndihesh më i fuqishëm dhe më i sigurt në çdo hap që hedh. Ujori, sot dielli në shenjën tënde harmonizohet me Plutonin, duke të dhënë një energji të veçantë dhe vullnet të fortë. Ndërkohë, Hëna kalon ditën në sektorin tënd të privatësisë, duke sugjeruar se mund të ndihesh i nevojshëm për pak pushim dhe reflektim të brendshëm. Por kjo nuk të ndalon të veprosh, kjo energji të shtyn të marrësh nën kontroll gjërat që kanë rëndësi për ty dhe të përqendrohesh në projekte që kërkojnë përkushtim dhe vëmendje të veçantë. Është një ditë e mirë për të kultivuar miqësi dhe lidhje të rëndësishme. Mund të mësosh diçka të re, të hedhësh dritë mbi një çështje që ke pasur dyshime, ose të fitosh njohuri të thella që të ndihmojnë të marrësh vendime më të zgjuara. Sot ke intuit të fortë për të kuptuar se çfarë funksionon dhe çfarë ka vlerë, duke të dhënë mundësinë të arrish në përfundime, të marrësh vendime të rëndësishme dhe të përdorësh fuqinë tënde personale për mirë. Në përgjithësi, kjo është një ditë për të vepruar me vendosmëri, për të marrë iniciativa që të sjellin përfitim dhe për të përdorur inteligjencën dhe intuitën tënde për të arritur rezultatet më të mira. Energjia e ditës të lejon të ndjesh kontroll mbi situatat dhe të veprosh në mënyrë të drejtë, duke përfituar nga çdo mundësi për avancim dhe për të ndërtuar lidhje që kanë kuptim të thellë. Peshqit, sot, dielli dhe Plutoni janë në harmoni, duke të dhënë energji të fortë për të hequr gjërat që nuk të nevojiten më. Qoftë në dollap, në tavolinë apo në shtëpi, mund të pengojë të ndihesh i qartë dhe i përqendruar. Por nuk është vetëm çështja e gjërave materiale, edhe ngarkesat emocionale që mban brenda mund të lirohen sot. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të bërë pastrim të plotë, jo vetëm fizikisht, por edhe psikologjikisht. Tani je në një pozicion të mirë për të përdorur përvojën tënde në favor të projekteve apo karrierës. Ka mundësi të përmirësosh reputacionin dhe kjo shpesh ndodh për gjërat që bën me përkushtim. Pa shumë zhurmë. Sot fokusi yt është tek rindërtimi, riorganizimi dhe rikrijimi i ideve dhe projekteve, veçanërisht atyre që lidhen me karrierën. Nëse nuk je i kënaqur me drejtimin që po merr jeta jote, kjo energji të ndihmon të krijosh një plan për ndryshime dhe përmirësime, në vend që thjesht ta pranosh situatën. Dita ka një intensitet të këndshëm dhe mund të ndihesh i zhytur me kënaqësi në mendime ose në një projekt që të pëlqen. Është një ditë për reflektim, pastrim dhe organizim, duke shfrytëzuar energjinë e ditës për të hequr gjërat e panevojshme dhe për të krijuar hapësirë për rritje dhe përparim. Në përgjithësi, kjo është një ditë për të vepruar me vendosmëri dhe mençuri, duke përdorur fuqinë tënde për të përmirësuar jetën dhe për të ndjerë qartësi dhe kontroll mbi atë që bën.